Aktoria Elhame Bilali, ajo që nuk mungon asnjëherë në asnjë premierë, do thoja. Rallë ndodh që të mungoj. Si kaluam sonte, pam një shfaqje që ishte me një temë pak më të ndjeshme, aspektin ndërnjerëzor që pak ka humbur kohëve të fundit. Kështu thot teksti, kështu themi edhe ne pak. Po, shumë e vërtet është. Gjemi, mu shfaqja më pëlqeu shumë. Unë në vërtet ja u bëna një pyetje dhe aktorëve dhe regjizorit. Thash, a ti ke zgjedh aktorët e mirë, ose këta e kanë zgjedh dhe regjizorin e mirë. Se ishin të mrekullueshëm. Aq loje e bukur, aq loje e pastër. Çdo gjë vinte deri te veshi i publikut, ishte shumë plot me emocione. Ashtu i përcjellshin ato. Edhe ishte jashtëzakonisht e mirë. Nuk di me tregu gjitha i tekst, as një fjalë tepër, as një gest mongu, as s'dis çka them. Nuk mundem të shpreh, unë jam e frapirume. Mu shumë më ka pëlqyer, tepër shumë. Teta Eli, si ishte ky vit në përgjithësi që jemi në fund vit? Po, në përgjithësi viti si do ta vlerësoje, mirë, keq? Jo, viti është shumë i mirë, kishte mjaft shfaqje të mira, po më duket se pak ishin. Po, është e vërtet. Buxhetet shumë të vogla? Shumë të vogla dhe pak kishte projekte, kështu që dëshirojnë vitin e ardhshëm të ketë më tepër. Nga se unë ndoshta jam mësuar vet, në kohën tonë ka 7 projekte. 6 do beshin për të rritur dhe 2 për fëmijë. Për atë më duken shumë pak to tani që janë. Megjithatë ti ke pasur dhe angazhimet tua personale në vitin që lëm. Po, kam pas. Kishe një premier filmi? Po, i kisha DJ Ahmet në regji. Një film shumë i njohur, apo jo? Shumë i mirë, është prit mjaft shumë, mirë dhe mjaft me shpërblim është marrë. Kam pas fatin të luaj edhe në serialin e Kushtrimit, tani që interpretohet në televizion me TV2. Trollanët? Trollanët, po. E luajta një plak, një nane, pak të shtyrë në moshë. Një vjehër që i qorton nuset non-stop. Po, normal, që kërkon baklav për Bajram. Kështu që mirë zemër, mirë. Prap ishte viti i këndshëm, i mirë, i bollshëm që të them inshallah do Zoti edhe më tutje të shkon mirë dhe më mirë. Faleminderit shumë. S'ka gjë shpirt.